Nga ta, jo fort moti, ja ka bën një të mirë Prishtinës. Kjo ishte atëherë kur e mbylli lokalin e tij që i shndrun vend krimi. Çat punë ka bërë të mirë. Lokali që e kishte emrin Bon Vivant. Bon Vivant dhe me thonë, ai që rënën mirë. Ai që ka jetesë të mirë, pa t'ju vronë 2 veta. Pra, ai që rënën mirë, po 2 veta që hynë të qeshur, dolën të vdekur. Prandaj, punën më të mirë që e ka bërë, që e kam shqeqat legal. E ky tjetri, ky mundet me bo një punë të mirë në të ardhmen. Një bilet, një kashe për Londër, por me kusht që mos mu sjell ka ambasada jonë atje. E ndryshe nga ta të dashur qytetar, ne kemi vizionin për Prishtinën, e kemi platformën qeverisë, e kemi edhe dashurin për qytetin. E kemi edhe kandidatin që e mishëron këtë dashuri dhe ky është Hajrullah Qeku. Hajra është njeriu i cili e njeh Prishtinën më mirë se kushdo tjetër, sepse e jeton, e ka përjetuar, e ka studiuar dhe është marrë me të. Ai është një profesionist i dalluar, deputet i përgjegjshëm, ministri dëshmuar, njeri i ndershëm dhe zyrtar i përkushtuar. Si që ka thënë edhe vetë, Hajra nuk e sheh qytetin nga dritarja e zyrës. Ai ulet me qytetarët, i dëgjon dhe i përfshin ata në diskutim për çdo vendim. Ky është thelbi i tij, punë, ndershmëri dhe përkushtim për ditë. Hajra nuk favorizon lagje dhe nuk bën pazare, nuk punon për emrat përveçëm dhe nuk i friksohet askujt. Hajrullah Qeku është njeriu që bashkon, jo që ndon. Ai është njeriu që punon, jo që improvizon. Ai është njeriu që do ta bëjë Prishtinën qytet ku planifikohet me dije, ku investohet me prioritet dhe ku çdo lagje e merr trajtimin që i nevojitet dhe e meriton. Për të ndodhur kjo, për t'ja kthyer shpresën Prishtinës, na duhet që me 12 tetor masivisht e si asnjëherë më parë të dalim të votojmë për ndryshimin që e përfaqëson Hajra. 12 tetori është dita kur Mati dhe gjithë Prishtina vendos për të ardhmen e vet. Dita kur nuk votojmë veç për një kryetar, por zgjedhim drejtimin dhe shpejtësinë që do të marrë ky qytet. Me 12 tetor e votojmë numrin 105, me 12 tetor e votojmë Hajrullah Qekun për kryetar të Prishtinës, sepse të nderuar pranishëm, nëse nuk e zgjedhim larg qoftë Hajrën, rrezikojmë edhe 4 vite të tjera për Prishtinën. Rrezikojmë që Prishtina të mbetet qytet i improvizimeve, i dështimeve, i padrejtësive, i pabarazive. Rrezikojmë që lagje si Mati të mbeten në harres. Rrezikojmë të humbim shansin e artë për një qytet i cili funksionon. Por nëse zgjedhim Hajrullah Qekun, e duhet ta zgjedhim Hajrullah Qekun, e do ta zgjedhim Hajrullah Qekun, fitojmë një kryetar të qytetarëve. Një njeri që punon me ju
dhe për ju, një njeri që ju ka në mendje, që ju mban në zemër dhe që ju qëndron pranë bashkë me juve. Fitojmë një Prishtinë të drejtë dhe të zhvilluar, fitojmë një qytet që respekton dinjitetin e çdo banori. Çdo vot për numrin 105 është vot për ndryshim, vot për zhvillim, vot për Prishtinën. Le ta zgjedhim pra bashk Harullah Qekun kryetar të Prishtinës, le ta sjellim fitoren e madhe për matin për Prishtinën për gjithë ne, bashk e bëjmë ndryshimin, bashk e ndërtojmë të ardhmen, bashk për matin, bashk për Prishtinën, kryeqytet të Republikës dhe qytet të gjitha lagjeve e banorëve të saj. Të dashur qytetar, me datën 12 tetor, atyre dyve që janë kundër, lagja mat, duhet m'ja u bo mat. Lagja mat, duhet m'ja u bo mat me 3 lëvizje. Lëvizja e parë, Harullah Qeku kryetar, lëvizja e dytë, vetëvendosje në 105, edhe lëvizja e tretë, njërin prej këtyre kandidatëve për kuvendin komunal, asambleista të cilët janë të gjithë të mirë, janë oferta më e mirë që ka posë një herë në qytetin ynë, se cili është më i mirë se tjetri, po me që të duhet të përcaktoheni për njërin prej tyre që pak ma shumë ja u ka ngrosë zemrën e ja u ka mbush mendjen. Për fund, të dashur banor të matit dhe qytetarët Prishtinës, vëllezër e motra, zonja e zotëri, dua t'ju rikujtoj që ditës së votimit i paraprin tubimi ynë përmbyllës, që është momenti kur Prishtina bashkohet. Të shtunën në ora 18 mblidhemi të gjithë nga çdo cep i kryeqytetit në mbështetje të Harullah Qekut dhe ekipit ton fitues për kuvend komunal. Faleminderit. Faleminderit për pjesëmarrjen, kontributin, punën që bëni, vëmendjen sonte, natën e mire, miru pafshim.